Kosova ka hyrë në një valë të re të rritjes së çmimeve. Pas rritjes së madhe të çmimeve që ndodhi që nga viti 2022, qytetarët e Kosovës tani po ballafaqohen edhe me një valë të re të ashpër të rritjes së çmimeve, e cila tani po nxitet kryesisht nga rritja e çmimit të naftës. Sot, çmimi i naftës në Kosovë ka arrit në rreth €1.80. Kjo është shumë, është e papërballueshme për vendin me të ardhurat më të ulta në Evropë. Rritja e çmimit të naftës nuk prek vetëm ata që furnizojnë në pompë. Rritja e çmimit të naftës ndikon në rritjen e kostos së transportit, në rritjen e kostos së prodhimit dhe rrjedhimisht çon në rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimit, pra çon në rritjen e çmimeve të gjitha produkteve që ne i konsumojmë. Dhe në prag të sezonit të bujqësisë, rritja e çmimit të naftës godet në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe bujqit, duke i detyruar të punojnë me shpenzime të shtuara dhe rrjedhimisht të shtrenjtojnë produktet që i shesin në treg. Dhe në një situatë të tillë, ekonomia ka nevojë për dorën e shtetit. Qytetarët kanë nevojë për mbrojtjen e shtetit kundrejt çmimeve që çdo ditë më shumë po gryen standardin e tyre të jetesës. Mirëpo, ajo dorë e shtetit nuk po shihet, sepse ata që sot e qeverisin Kosovën janë po të njëjtit që kanë qeverisë edhe në vitin 2022, kur lejuan që vala e inflacionit të shpërthente lirshëm pa asnjë reagim nga qeveria. Këtë po e bëjnë edhe sot, duke qëndruar spektator kundrejt një rritje të ashpër të çmimeve që po ndodh e që po rëndon qytetarët e këtij vendi çdo ditë më shumë. Sot, për çdo litër naftë që shitet në Kosovë, shteti merr 60 cent në formë të taksave, gjithsesi 36 cent në formë të akcizës dhe 24 cent në formë të TVSH-s. Pra, kur një qytetar furnizohet me naftë në çmimin prej €1.80, nuk paguan vetëm çmimin e naftës, por po ashtu i paguan shtetit rreth 60 cent në formë të taksave. Kjo është një barë që duhet patjetër të lehtësohet në këtë kohë krize. Heqja dorë përkohësisht nga këto taksa, në tërësi apo pjesërisht, do të nënkuptonte një zbritje të menjëhershme të çmimit të naftës dhe një frenim të efektit zinxhiror të rritjes së çmimeve. Mirëpo, nuk ka një veprim të tillë nga një qeveri e cila nuk e ka prioritet gjendjen financiare të familjeve kosovare. Prioritet kryesor i kësaj qeverie mbetet mbledhja e taksave me çdo kusht dhe ruajtja e tyre për t'u shpenzuar varësisht nga nevojat elektorale të partisë në pushtet dhe jo për të adresuar sfidat e qytetarëve. Këtë e kemi pa edhe deri më tani, kur qeveria e Kosovës taksat e mbledhura nga qytetarët nuk i kthen te qytetarët, nuk i kthen në ekonomi, por i ruan, i mban për t'i shpërndar sipas nevojave elektorale që i kanë kryesisht para zgjedhjeve. Prandaj, tani është momenti që ata që qeverisin vendin të tregojnë përgjegjësi dhe të reagojnë ndaj sfidave reale me të cilat përballen qytetarët dhe ekonomia e vendit. Sot, ekonomia e vendit ka nevojë për ndërhyrjen emergjente të shtetit. Ne kërkojmë qartë ulje të menjëhershme të taksave mbi derivatet e naftës, në mënyrë që çmimi të reflektojë realitetin ekonomik të qytetarëve dhe jo vetëm interesin fiskal të qeverisë. Kërkojmë masa konkrete dhe të drejtpërdrejta për mbrojtjen e bujqve dhe prodhuesve vendor,
përfshirë subvencione shtesë dhe mbështetje për inputet bazë në këtë sezon kritik. Kërkojmë një plan emergjent të qartë dhe të matshëm për përballimin e rritjes së çmimeve që garanton stabilitet për qytetarët dhe bizneset. Po ashtu, kërkojmë fuqizim dhe vënje në funksion të plotë të institucioneve të mbikëqyrjes së tregut, siç janë Autoriteti i Konkurrencës dhe Inspektoratet, për të parandaluar dhe ndëshkuar çdo abuzim të mundshëm me çmimet në treg. Qytetarët kanë nevojë për një qeveri që reagon, që vepron dhe që i mbron. Kosova nuk mund të përballojë edhe një valë tjetër të varfërimit të familjeve kosovare. Nuk mund të përballojë që kriza të shndrohet në normalitet. Prandaj, është koha që kjo qeveri ta rishikojë çastin e saj. Është koha që energjia e kësaj qeverie të mos shpenzohet për të krijuar e thelluar kriza të njëpastjeshme politike, por që aktiviteti i qeverisë të përqendrohet te ajo që ka më së shumti rëndësi. E ajo është mbështetja konkrete për qytetarët dhe ekonominë e vendit. Nga ajo që ka thonë Ministri i Tregtisë, shihet qartë se kjo qeveri nuk e ka vullnetin për të bërë asnjë ndryshim për sa i përket lehtësimit të barrës tatimore për qytetarët. Nga ajo që ka thonë Ministrja, shihet që nuk është as opsion e as nuk është duke u konsideruar një veprim i tillë në kohën kur të gjitha shtetet e rajonit tashmë veç se kanë ndërmarrë masa për të lehtësuar barrën tatimore për qytetarët. Një standard që ka kriju kjo qeveri është se kur i duhet për interesa zgjedhore, për interesa të ngushta partijake, gjejnë mënyra për të sfiduar ligjet, mirë po kur nuk e kanë vullnetin t'i dalin në ndihmë qytetarëve, atëherë fshihen pas ligjeve. Dhe ajo që po shohim tani është evidente se nuk e kanë as vullnetin për të konsideruar një mënyrë të tillë, përndryshe vendi nëse nuk ka kuvend, buxhet ka. Dhe qeveria ka instrumentet e saj për të lehtësuar barrën tatimore për qytetarët, dhe nëse ka nevojë për ekspertizë shtesë në dobi të qytetarëve, ne absolutisht jemi të gatshëm të kontribuojmë në atij diskutim. Ky është absolutisht nuk e kam pa hulumtimin e juaj, por nëse ajo është gjendja, atëherë flet për një dështim të institucionit dhe kjo lidhet edhe me këtë pikën e 4 që ne e përmendëm se Kosova ka nevojë për fuqizim të institucioneve për mbikëqyrjen e tregut, përfshirë edhe Autoritetin e Konkurrencës, edhe inspektoratet edhe gjithë trupa tjerë, në mënyrë që mos lejohet asnjë formë e abuzimit me çmime në treg. Faleminderit shumë.